Edhe një herë përshëndetje miq të nderuar. Kjo është videoja e dytë e sotit. Do të flas për raportet Turqi-Amerik-Izrael që ndërlidhen me Gazën. Që nga 7 tetori 2023, Turqia ka qenë ndër vendet më të zëshme në botë në mbrojtje të palestinezëve. Ajo, së bashku me Afrikën Jugore dhe me disa vendet të tjera, kanë inicuar ngritjen e padis ndaj kryeministrit Netanyahu në gjykatën penale ndërkombëtare. Përtej kësaj, në dëm të ekonomisë së vet, ka vendosur embargo dhe ka ndërprer tregtinë me Izraelin, si dhe ka kërkuar vazhdimisht nga vendet tjera muslimane ta bëjnë të njëjtën. Nga ana tjetër, Turqia ka ndërvepruar shumë ngushtë me vende evropiane për ta dënuar gjenocidin izraelit në Gaza dhe ka zhvilluar një diplomaci aktive për njohje të reja të Palestinës nga vendet evropiane. Kësaj përpjekje turke i ka ndalë në ndihmë fillimisht Irlanda, pastaj Norvegjia, pastaj disa vende të Amerikës Latine dhe së fundmi Spanja, që bëhet bajraktarja e dënimit të Izraelit për shkak të asaj që po bënte mbi palestinezët në Gaza. Kjo nuk don të thotë se vendet evropiane kanë vepruar kështu për shkak se Turqia ka kërkuar nga ato, jo, por dua të them se Ankaraja zyrtare ka pas një ndikim të madh dhe ka zhvilluar një diplomaci si rrallë herë në mbrojtje të popullit palestinez. Që është e vërteta, vendet evropiane të shtyra sidomos nga presioni i publikut të tyre, më në fund detyrohen ta njohin shtetin e Palestinës. Tash miq, në lidhje me ngjarjet e fundit në Gaza, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan shprehu një optimizëm të madh për rolin e vendit të tij në rripin e Gazës, sidomos kur me 9 tetor të këtij viti njoftoi se Turqia do të merr pjesë në një forcë ndërkombëtare për të monitoruar armëpushimin sipas planit të presidentit të SHBA-ve Donald Trump. Presidenti turk Erdogan e bazoi optimizmin e tij në pjesëmarrjen e Ankaras, së bashku me Dohën, Kairon dhe Washingtonin në sponsorizimin e një marrëveshjeje për t'i dhënë fund luftës në Gaza, si dhe në marrëdhënien e tij të ngushtë me homologun e tij amerikan. Raportet midis Erdogan dhe Trump tani më dihen botërisht. Megjithatë, miq, diçka e re po del në shesh e padëshiruar për Ankaran zyrtare. Ambicia e Turqisë për të kontribuar në rregullimin e pasluftës në Gaza po has ashpër në kundërshtimin e fortë dhe insistues të Izraelit. Ministri i jashtëm Izraelit, Gideon Sar, me 28 të këtij muaji, tha se Tel Avivi kishte informuar Washingtonin për refuzimin e tij të pjesëmarrjes së Turqisë në forcën ndërkombëtare që do të vendoset në rripin e Gazës, duke përmendur aty qëndrimin e fortë anti-Izrael të Ankaras gjatë luftës dhe pak para fillimit të saj. Pavarësisht vlerësimit të presidentit Trump për rolin ekstravagant, spektakolar të Erdoganit në suksesin e fazës së parë
të planit të tij për Gazën. Pavarësisht raporteve aq të ngushta dhe të afërta midis Trump dhe Erdogan dhe një afrimi aq të madh midis SBA-ve dhe Turqisë, deri në këto momente mbetet e paqartë nëse ai ishte i vendosur që ta përfshijë Turqinë në forcën ndërkombëtare në rripin e Gazës. Ende nuk dihet se çfarë vendimi do të merr Trump. Dhe vendimi i Trumpit do të ketë parasysh dy faktorë të rëndësishëm. Nga perspektiva e refuzimit, qëndrimin izraelit dhe raportet amerikano-izraelite, e nga perspektiva turke do të ketë parasysh dhe do të marrë parasysh raportin e tanishëm të Amerikës me Turqinë, si dhe interesat të cilat i ndërlidhin aq ngushtë këto dy vende. Deklaratat e bëra nga sekretari i shtetit të SBA-ve, Marco Rubio, gjatë vizitës së tij të fundit në Izrael, tregojnë qartë se Tel Avivi duhet paraprakisht të miratojë atë se cilat vende mund të marrin pjesë në ato forca paqëruese. Ja le topin në fushën e Izraelit, mbase e vendos Izraelin në pozitën e vendimmarrësit se kush do të merr pjesë në ato forca paqëruese. E bën këtë sipas mendimit tim personal tani, për shkak edhe të presioneve të mëdha që ju bën Izraelit, njohjeve të reja që i erdhen Palestinës dhe ndryshimit të qëndrimit të administratës amerikane për ta detyruar Netanyahun që ta ndërpres luftën edhe pa realizimin e objektivave të Netanyahut, që objektiva kryesore, mos të them e vetme, ishte asgjësimi përfundimtar i lëvizjes së Hamasit. Duke i pa këto presione që janë bërë mbi te, për të mos e prish punën deri në fund, mendoj unë se Marco Rubio disi një lugë mjalt ja ofron buzëve Izraelit dhe Netanyahut për t'i thënë se ne jemi së bashku, po megjithatë do t'i këshyrum punët në të ardhmen. Në të njëjtën kohë, Donald Trump, pas deklaratës së Marco Rubio, flet se do të shqyrtohet puna e vendeve që kanë shprehur vullnetin e tyre dhe të cilat duhet të marrin aty, duke marrë në konsiderat qetësinë dhe shpresën e pritur për një paqe afatgjate në lindjet e mesme. Edhe ky, si sekretari i tij, me të njëjtën përmbajtje, por me një ton më të butë. Qëndrimi i Izraelit, pra po them, nga perspektiva ime, nuk është as pak as i çuditshëm as i habitshëm, sepse kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu gjatë 2 viteve të luftës ka kërkuar vazhdimisht që të marginalizoj deri në pafundësi rolin e Turqisë, si në përpjekjet e saj për ndërmjetësim, si dhe duke refuzuar ta përfshijë atë në dhënien e ndihmës së Gazës, e më pastaj duke shprehur hapur qëndrimin zyrtar të Tel Avivit se Izraeli as nuk mund ta imagjinoj rikthimin e Turqisë si një pasardhëse e perandorisë osmane të dikushme. Kjo është pjesërisht për shkak edhe të qëndrimeve të forta dënuese të Erdoganit ndaj Izraelit dhe mbështetjes së tij të hapur që ja ka bë Hamasit. Nuk ka asnjë vend, Irani deri dikun në mënyrat e veta,
As një vend në botë, e hiqe ma hiqë vendet arabe, ta kënë mbështetur aq fort dhe të jenë deklaruar aq botrisht në favor dhe në mbështetje të Hamasit sa Republika e Turqisë. Për te i kësaj, Ankaraja zyrtare, kur po them se nuk është i çuditshëm qëndrimi as i habitshëm i Netanyahu pse e refuzon, dihet se këto qëndrimet e Turqisë për prurjen e njohjeve të reja të Palestinës dhe përpjekje diplomatike të saj për të ndikuar gjithandej në botë, herë ndoshta edhe duke kërcënuar vendet e ndryshme të botës se Turqia do të ndërpret furnizimin me armatim dhe tregtin nëse nuk rri në rresht me te kundër asaj që është duke bërë Netanyahu në Palestinë. Megjithatë, miq, ka arsye edhe të tjera të dukshme që nxisin refuzimin e Izraelit për pjesëmarrjen e Turqisë si forcë ndërkombëtare. Tensionet e fundit turko-izraelite të përqendruara nga lufta në Gaza janë të rrënjosura në dekada të marrëdhënieve midis dy vendeve. Sulmi i forcave të armatosura izraelite para disa viteve mbi anijen turke që ishte nisur për me shkue në Gaza, rënja e viktimeve aty për kombin turk e natyrisht edhe për Turqin janë momentet të paharrueshme për gjatë gjithë historisë. I njëjti rast është i paharrueshëm edhe për qeverin e tanishme dhe të ardhshme izraelite guximi dhe iniciativa e Turqisë që me anijen Marmara t'i thej embargot dhe të nxit opinionin botror për të ngrit në këmbë kundër politikave izraelite mbi palestinezët. Netanyahu, miq, e sheh dhënien e një roli Turqisë në Gaza si një shpërblim ndaj Turqisë për qëndrimin e saj anti-izraelit dhe për mbështetjen e Erdoganit që ja ka dhënë Hamasit dhe në fakt për lëvizjen e rezistencës së përgjithshme palestineze ndaj Izraelit. Dhe unë mendoj se kjo është pika kryesore. Nëse shikuar nga perspektiva izraelite dhe duke i përcjellur mediat atje se çfarë janë duke shkruar, a unë i përcjellim mos them edhe një herë mbi baza ditore, për të bërë krahasimin dhe analizimin siç thash në videon e sotshme të orës 3, se duhet lexuar së paku nga dy perspektiva një ndodhi dhe e shtoj këto sugjerimin tim për ju që të mos bazoheni shumë në lajme të aty paratyshme ditore, sepse ato mund të dalin jo të vërteta, por të bazoheni në opinione dhe analiza të cilat dalin mbi baza javore apo mujore apo në për periodik shkencor. Gjithsesi është e drejt e juja se si arrini deri te informacioni i vërtet, si vlerësoni ato, cilat ju pëlqejnë më shumë, lajmet bombastike, nisja e videove ose nisja e videove me lufte, me shkatrime, me këndeja dhe përfundimi pastaj i ligjëratës i videos të kthehet në farë normaliteti, vetëm sa për ta tërhequr vëmendjen e publikut. Më e rëndësishmja nga të gjitha këto të cilat i tham, është se ky rol i Turqisë, nëse e merr si paqërujtse në Gaza dhe Palestinë, do të rrisë ndikimin e Turqisë në çështjen palestineze, ndërsa Erdogan kërkon
ta shfrytëzoj më pastaj pjesëmarrjen e tij në planin e Donald Trump për ta forcuar pozicionin e Turqisë në negociatat e Washingtonit për çështje të tjera përtej interesave të Gazës, si në Siri, në blerjen e armëve, në punën e mineraleve të radha, në rolin e Turqisë në Ukrainë, në rolin e Turqisë hipotetikisht nesër si një organizator i bisedimeve kinezo-amerikane dhe të ngjashme. Ideja që Turqia të bëhet një lojtar i drejt për drejt dhe me ndikim në formimin e dinamikave të konfliktit palestinezo-izraelit ishte derivon diçka e pa imagjinueshme edhe për shkak të raporteve të Turqisë me vendet muslimane arabe. E dini historinë e Egjiptit me Turqinë, sidomos pas rrëzimit të Muhammed Mursit, të cilin Turqia e mbështeste pa kusht dhe i cili rrëzohet nga grushteti të cilin e organizon El Sisi. Pas ardhjes së El Sisit në pushtet, ftohen deri në ngrirje të raporteve egjiptiano-turke, raporte këto të cilat natyrisht dhe shumë e pritshme ndikuan edhe në ftohjen e raporteve të Turqisë me disa vende arabe. I vetmi vend i cili i ndejti afër Turqisë dhe zhvilloi marrëdhënie deri në përmasa të mbrojtjes së përbashkët, nënshkruan marrëveshje strategjike është Katari, më pastaj Libia dhe herher lëviste edhe Algjeria, ndërsa ndër shtetet më kundërshtare që mbanin anën e Egjiptit kundër Turqisë ishte e para Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite. Bile Emiratet e Bashkuara Arabe pa të nshkuar deri atje sa shprehen nga dishmërinë e tyre të futen në blok me Egjiptin, me Izraelin, me Greqinë dhe Francën për ta penguar Turqinë në shpimin e puseve të reja për zbulimin dhe nxjerrjen e gazit natyror në ujërat lindor të Mediteranit. Duke i ditur të gjitha këto, thash se as nuk ka mund të jetë e imagjinueshme para disa viteve se do të vi koha kur Turqia do të jetë një faktor që ndikon në formësimin e dinamikave, jo vetëm të lindjes së mesme, por edhe të konfliktit palestinezo-izraelit, si dhe të ardhmen e Palestines e natyrisht edhe të Sirisë. Për Izraelin, miq, pranimi i idesë që Turqia të jetë aty bie ndesh edhe me përpjekjet izraelite për të mbajtur Turqinë në periferi, jo vetëm tek çështja e Palestines, jo vetëm tek çështja e Hamasit, të cilën e mbështet dhe lider të shumë të Hamasit kanë jetuar e tani nuk e dia janë ende në Turqi, por edhe për ta lënë në periferi rolin e Turqisë në Siri. Siria për Izraelin ka një rëndësi strategjike, lirisht mund të them jetike, së paku po aq edhe sa për Turqinë. Kurdët në verilindje të Sirisë janë Izraeli i dytë që bëhet përpjekje për krijimin e tij në jug të Turqisë. I njëjti Izrael i dytë, i njëjti shtet kurd që po bëhet përpjekje të krijohet, është rrezikshmëri nëpërmasa jetë avdekje për Turqinë. Njëjtë kështu, siç e spjegova dje, tek rasti i Çipros, Çiproja
dhe veriu i Siris, Siria si tërsi, janë me plot kuptimin e fjales, kanë rol dhe pesh jetë avdekje për të ardhmen e Turqisë. Andaj kishte frikë të madhe nga përfillimin e një konflikti frontal, megjithëse që konflikti lufta turko-izraelite vazhdonte në mënyra të ndryshme, me proksi lufta të ndryshme, kishte frikë së një fillimi të një lufte turko-izraelite pikërisht për Sirinë. Dhe mos të ishte vendosmëria e Donald Trump që të tejkalohej kjo situatë, Turqia pati vendosur dhe i pati ofruar forcat e armatosura mbi 800 tanke në kufi me Sirinë dhe pritej lëvizja e tyre drejt Izraelit. Në ndërkohë, derisa Turqia po i bënte këto përgatitje, ka kanali jugor duke shkuar ka lindja e Siris, Izraeli, natyrisht të ndihmuara edhe nga Turqia dhe çuditërisht e involvuar këto edhe administrata apo Irani për inatit të Turqisë dhe për interesat e veta, pasi urzue Bashar al-Asadi, masha e dytë e Iranit në lindje të mesme dhe në Siri, Izraeli në këtë kohë nisi forcat e veta për pushtimin e atyre zonave dhe për ta krijuar një kanal që çonte drejt te kufiri i Irakut, për ta shtije në dorë verilindjen e Sirisë. Dhe kjo ishte edhe nga ana tjetër një realizim i ëndrrës së rreme izraelite hebreje se ajo tokë deri në Eufrat, Tigër dhe Eufrat, e këndej deri në lindje, është Ardhul Maw'ud, apo toka e premtuar nga Zoti për Izraelin. Prandaj po them miq se Izraeli do të shihet i arsyeshëm dhe nuk do të habitemi teksa bëjmë analiza objektive pse është kaq i zëshëm dhe kaq insistues që Turqia të marrë pjesë si forcë paqërujtëse e ardhshme në Gaza. Se sa do të arrihet kjo, se cili do të fitoj këtë betejë, Erdogan apo Netanyahu, Izraeli apo Turqia, mbetet të shihet, por unë mendoj se mbetet të shihet sidomos qëndrimi i administratës Trump dhe interesat amerikane në lindjet e mesme. Turqia dhe Izraeli janë pa pikë dyshimi dy aleatet strategjik më të rëndësishëm të Amerikës në botë. Me kjo Arabia Saudite, e së fundmi edhe Emiratet e Bashkuara Arabe, janë dy aleatet jetik ama ekonomik për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përderisa Arabinë Saudite dhe Emiratet i mjel me triliona dollar në këmbim të ofrimit të një sigurie, kinse sigurie nga ndonjë invadim eventual i Iranit në tokat arabe, Izraeli dhe Turqia nga ana tjetër i nevojiten shëbave për projekte shumë më të mëdha. Për projekte shumë më të mëdha strategjike në shumë pjesë të botës për Amerikën. Për këtë arsye, miq, duket nga perspektiva analitike, duket e logjikshme që Izraeli ta refuzoj kaq kategorisht forcën turke të jetë prezente aty. Forca turke të jetë prezente aty në syrin e Izraelit dhe të kundërshtarëve të Turqisë dënë të thot fillimi i vënjes së themeleve apo rivënjes së themeleve të perandorisë së dikurshme osmane në rajon. Megjithatë, miq, Trumpi ka disa motivime për
të marrë në konsiderat avantajet e përfshirjes së Turqisë në marrëveshjen e pas luftës në Gaza si forcë paqërujtëse ushtarake. Ai kërkon Trump që të përfitoj nga marrëdhënia e Turqisë me Hamasin, Trumpi, për ta quar përpara planin e tij drejt një marrëdhënie që është provuar strategjikisht si e vlefshme në përpjekjet e Washingtonit për t'i dhënë fund luftës. Folur ma kosovar që Amerikës i dohet Turkia, për shkak se Turkia është mirë me Hamasin, që Hamasin ta majë në kontroll, Hamasi të mos e pengoj programin, platformën dhe idenë amerikane për qetësimin e lindjes së mesme. Nga ana tjetër, miq, Trump shpreson se kjo përfshirje do të ndihmoj edhe në zbutjen e tensioneve midis dy aleatëve të saj në rajon dhe më kryesorët në botë, Izraelit dhe Turqisë. Për më tepër se kaq, Trump beson se përmbushja e ambicjeve të Erdoganit në Gaza mund t'i jap atij një nxitje shtesë për të bashkëpunuar me Washingtonin në çështje jo vetëm rajonale, por edhe ndërkombëtare, ndër më kryesorët në Siri, lufta ruso-ukrainase dhe për të forcuar lidhjet e tij me perëndimin në kurriz të reduktimit të marrëdhënieve të Turqisë me Rusinë. Shiqoni çfarë taktika, çfarë matematika, çfarë lojra dhe çfarë thellësi kanë ngjarjet në marrëdhënie ndërkombëtare. Kur i dëgjoni çeto miq, e sidomos këto shka i spjegova tash, a nuk më jepni të drejtë kur them se ngjarjet e mëdha në botë nuk kuptohen dhe nuk shpjegohen lehtë bazuar vetëm në lajmet e aty paratyshme, vetëm në ndodhjen e atyre ngjarjeve aty për aty, apo vetëm duke u bazuar në një blok, apo në blokun tjetër për t'i trajtuar këtë çështje. Aq më tepër, a nuk më jepni të drejtë kur them se vetëm dhe vetëm, për së treti herë, vetëm njohja e mirëfillt, serioze, e thellë dhe objektive e lindjes së mesme, shkencëtarit, gjeopolitikut, ekspertit të marrëdhënieve ndërkombëtare, i krijohet mundësia për t'i kuptuar konstelacionet gjeopolitike, gjeostrategjike, marrëdhëniet ndërkombëtare në gjithë territorin e botës. Lindja e mesme është bërthama e botës, kthiza e saj është Palestina, Izraeli aty, ndërsa porta për lindje, për paqë dhe luftë në lindjen e mesme është Siria. Irani çka po mbetet këto është faktori ndër 2-3 faktorët kryesor që imponojnë politikat në lindjen e mesme, ose si një fuqi që ndikon në ndryshimin e konstelacioneve në lindjen e mesme, ose nga ana tjetër si një luftë kundër Iranit për ta stopuar atë që të vendoset apo interferoj në lindjen e mesme. Në të dy anët, Iranin kjo ide, kjo pikpamje e paraqet si një prej 2-3 faktorëve kryesor që përcakton dinamikat politike dhe të gjithëbashme të lindjes së mesme. Përpjekja e Erdoganit për heqjen e vetos izraelite, për ta mund Izraelin këto, unë mendoj se
fitoria apo suksesi i kësaj përpjekje për ta anulluar vetën izraelite varet nga 3 faktorët kryesor dhe po e përfundoj temën pas gjatë ma shumë se 30 minuta. I pari, varet nga dikimi i Trump që mund të ushtroj mbi Netanyahun për të bindur atë për avantajet e pjesëmarrjes turke aty, se ka me qenë mirë edhe për ty, se Turqia ka me ndihmu në të ardhmen në rregullimin e imazhit tënë, se ka me hek blokadën ekonomike, që deri në një mas e ka gjunjezuar ekonomin izraelite, embargoja dhe ndërprerja e tregtisë Turqisë me Izraelin, më pastaj se Turqia do të ndikoj pozitivisht edhe në Siri, që në Siri të shikoni interesat e përbashkëta dhe ajo që është më kryesorja, se Turqia mundet të ndikoj pozitivisht në ringjalljen e idesë së marrëveshjes së Abrahamit, të cilën ti o Izrael, ti o Netanyahu e rënove për tokë. Varet 2 edhe nga angazhimi i Hamasit për këtë pjesëmarrje, për të vazhduar më pastaj plani i Trumpit të realizohet atje. Edhe që ky rast i dyti që them varet në të fitoria e Erdoganit për ta heq vetën izraelite, edhe ky është i ndërlidhur sërish me Turqinë. A jeni të pa miq, para se ta përmendit tretin. A jeni të e pa se qysh thash një dite se s'po ki qare pa përmend Trumpin si për janis ndonjë problem në marrëdhënie ndërkombëtare. Sepse është prezent aty. Amerikë, Trump, ka ndryshu çdo gjë, çdo sikur dheun ose millin kur e sitem. Trumpi është të esit botën dhe çdo grind, çdo atom, molekul, çdo copës e millit që bje poshtë është rezultat i politikave të tanishme të Trumpit. S'ki qare pa e përmend. Njëjtë kështu po them edhe sot. Qare s'po ki pa e përmend Turqit, Erdoganin, Ibrahim Kalın, Hakan Fidanin, Gülerin, ushtrin turke, ekonomin turke, mineralet e ralla turke, roli i Turqisë në detin Mesdhej, roli i Turqisë në detin Ezi, konflikti që është i heshtur për momentin me Greqin, roli i Turqisë me Iranin, roli i Turqisë me Armenin, roli i Turqisë me Azerbejxhanin dhe të gjitha të tjera. Pra, po sa ta hapësh gojen apo letrat të shfletosh dokumentet, letrat e marrëdhënieve ndërkombëtare, sidomos që lidhen me lindjen e mesme, a kur të lidhen me lindjen e mesme do thot me krejt botën, aty dasht e pa dasht, po e shef fytyrën dhe emrin e Erdoganit dhe fytyrën, bajrakin, flamurin e Turqisë aty. Turqia, me gjithë që ende nuk është një shtet i cili dikton, vetëm dikton politikat ndërkombëtare, Turqia, si që tha dje Erdogan, dhe thash në video, më nuk është shtet që i shkon dikujna pas, por është shtet pas së cilit të tjeret do të shkojnë pas. Disi kështu e konfiguroj këtë çështje. Para 2-3 dite ju premtova se do të bëj një video për Azerbejxhanin, që ka shtu boj Izraeli, aty qëfar ajo lëvizja cioniste që thash lidhet edhe me Ballkanin e Beknena, e pa ta bo gati miq, por ja, 2 video në dite, ngjarjet e reja, këndej andej, nuk po arrit ta bëj dhe do ta bëj. Siç do t'i bëj të gjitha ato video të cilat jo po i kërkoni në komentet tuaja në këto video në kanalin tim në YouTube. Sërish, si që bojnë të gjithë, edhe njerëzit më me influencë në botë, që kërkojnë nga
shikuesit e tyre ta bëjnë subscribe kanalin, t'i shpërndajnë videot dhe t'i paraqisni pyetjet, kritikat, sugjerimet tuaja në video, edhe une edhe njëre kërkoj që ta bëni subscribe kanalin tim dhe t'i shpërndani sa më shumë këto video. Faktori i tretë, pra në të cilën varet suksesi i Turqisë për ta thyer vetën e Izraelit, është edhe bashkëpunimi turko-katar-egjiptian, që ka ndikuar ndjeshëm në krijimin e një mjedisi për të ardhur deri te kjo marrëveshje. Çfarë dua të them me këtë? Nëse Egjipti nuk lumbisht dhe nëse vazhdon siç është nis me Katarin së bashku me Turqinë ta çojnë projektin përpara, unë mendoj se Netanyahu do të dorëzohet për shkak të këtyre trijave dhe faktorëve të mëparshëm dhe do të lejohet Turqia që të jetë pjesë e forcave paqëruajtëse në rripin e Gazës. Megjithatë, shqetësimet e thella izraelite në lidhje me praninë e Turqisë në ekuacionin e Gazës, shqetësimet e thella izraelite, po e përsëris, në lidhje me praninë e Turqisë në ekuacionin e Gazës, nëse Izraeli fiton, do të dëmtojnë shumë imazhin dhe ambicjet e presidentit të Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, dhe në fund të fundit mund të jenë shumë më të mëdha se sa interesat e Trumpit në Gaza dhe marrëdhëniet e tij me Erdoganin. Unë mendoj, e them pa u friksuar, në mënyrë të përmbajtshme, nëse Turqia parandalohet që të jetë pjesë e forcave paqëruese në Gaza, ky do të jetë grushti më i madh mbi Erdoganin dhe fillimi i rënjes apo zbehjes së yllit të tij në marrëdhëniet ndërkombëtare në botë, e të cilën do ta shfrytëzon opozita e brendshme për fikjen e yllit të tij brenda, e nëse arrin të futet në Gaza me ushtrinë e tij, atëherë ky do të jetë rasti i shndritjes së yllit të Erdoganit dhe kthimit të Turqisë në lindjen e mesme dhe në botë si asnjëherë më parë. Deri në videon e radhës, mbeqi me shëndet. Rahati në familjet tuaja, suksese dhe në ruajtjen e kujdesin e Allahut. Natën e mirë.